që nga muaji prill të gjithë qytetarët e Kosovës do të paguajnë 15% më tepër pagesë për energjinë elektrike, kjo pas vendimit që e mori ZRE së fundme. Pavarësisht krizës ekonomike që po mbizotron në vend, qytetarët Ferizajas po thonë se s'kan zgjidhje tjetër posta pranojnë këtë rritje. Ajo arsyeshme në kosht, po tash na s'kemi gjatë ndër. Tjetër kush ka punon për këtë punë. Ajo ZRE-ja po banë që ka po danë, qeveria po banë që ka po danë, garët për kushtet e ekonomike. Kush ka, e mrinë, kush s'ka, ka me pasë gjithmonë krizë. Kemi të fryme, po na kemi aqë shumë kritika, jo veç për rrymë, po kemi shumë, po ma mirë javlon këty në këtu. Arsyeshme nuk ka heq, po kantoni shëll popullore, lesht. Numri fort i mirë i lesht. Ata të fortet e kanë kape edhe tashma, dhe që bojnë aminin që thujnë hëgjëllarë, ku të tjetër. Shteti ndime këtë punë, na shka dim në të gatit. Na du me pagu shka të vjenë, shka të hargjojnë, shka kime. Po të ashti na përshkujme edhe koridorat pi nëzejmë të një auve, s'ka. E arsyeshme nuk është fare, nga se asë rrugë s'ka, ata që janë mendim sociale 120 euro, 50 euro i në rryma, çka do të bëjmë me të? Çfarë do të bëjmë me të gjallë euro, se 7 euro për metra? Rryma, i bërluki, me hangur me piçka, ku me mor tjetër? Është e pa drejt, po tash, s'është ndorën tonë, se më honë ndorën tonë, kishme i vendosë edhe pak më ndrysh. Çfarë gjendje, çfarë krize populli. Po këtu, pak është e zonë fajtua, u rresin tek ato mundësi që ka pas me rrit prodhimin e energjisë elektrike, gjo që kem neve potencial për to afër komunizu për ato ditë në shtëp 15 miliard ton llogaritet të gjithë. Pse mos njëherë ka qenë një kjo në bisedë me Amerikanë që di çka komunizu unë, por pse duke kanë vazhdu matutje, unë nuk di më. Një qytetar tjetër tha se ky çmim nuk është i lartë. Po, s'është shumë e. Rritja e çmimit të rrymës ka ardhur si rrjedhojë e kërkesave të kompanive që operojnë në sektorin e energjisë në Kosovë.